Më 14 janar 1906, në Tiranë, lindi Doktor Kadri Kërçiku, një nga figurat më të shquara të mjekësisë shqiptare dhe një atletar i përkushtuar. I arsimuar në Austri, në Graz dhe i specializuar në Vjenë për dermatologji dhe venerologji, ai zgjodhi të kthehej në Shqipëri për t'i shërbyar popullit të tij, edhe pse kishte mundësi të ndërtonte një karrierë të sigurt jashtë vendit. Pas luftës së dytë botërore, kur Shqipëria u përball me përhapjen e sifilizit dhe lebrozës, Doktor Kërçiku u vu në vijën e parë të betejës kundër sëmundjeve. Ai udhtoi në çdo cep të vendit, themeloi mbi 60 dispansere dermoveneriane dhe solli për herë të parë kurat moderne, duke shpëtuar mijëra jetë. Edhe pse u përndoq dhe u burgos nga regjimi komunist, ai nuk u ndal kurrë. Me përkushtim, dije dhe guxim, fitoi betejën kundër sëmundjeve dhe la një trashëgimi të pavdekshme në mjekësinë shqiptare. Për këtë kontribut të jashtëzakonshëm, në vitin 2016, u nderua pas vdekjes me titullin Kalorës i urdhrit të Skënderbeut. Doktor Kadri Kërçiku u nda me jeta me 22 nëntor 1972, por emri i tij jeton si simbol i dijes, humanizmit dhe dashurisë për atë dheun. Faqja Tirana e kujton me nderim e respekt.